Ty në Maqedoni njohin si shefi i Neptunit, po ky është emisioni që Të gjithë ti duhet të gjithë më njohin si Arsimi i Neptunit. arsimi i Neptunit, po ku ke gishtë tërkund? Përveç se Neptuni dhe Eastgate. Në fakt më vjen mirë kur përmendet Neptuni sepse fillesat e gjithë të suksesit deri tani që kemi arrit në Maqedoni. Se unë jam i stacionuar këtu. Fillojnë nga Neptuni dhe prandaj edhe njerëzit Të njohin më njohin si janë në Arsimi i Neptunit. Për ndryshe, deri sot që flasim, në Maqedoni kemi në suazat të Palfin Grupit kemi 11 kompani, rreth 730 punëtor në gjithë kompanit. Sigurisht që faktore i kompanive jo të gjitha janë në nivelin e Neptunit ose të Eastgate-it, mirë po pak a shumë janë supportive në gjithë aktivitetin e që bëjnë. Diçka që është për të highlight është Flying Tigeri që unë hap si mjet, është një që po dash hapja pare një 3 jave, 4 jave, është një brand i ri në Maqedoni. që është jashtëzakonisht shumë koncept i ri. Dhe kemi marrë licencë jo vetëm për Maqedoni, po paralelisht po e hapim u hap ma Tirana, u hap ma Prishtina. Dhe në mod pastaj fillojmë me ekspansionet e reja, përveç Maqedonisë fillojmë në Serbi,